Tirana, e cila po përpiqet të ndërtojë uralise në Ballkan, është bërë sot dëshmimtare e shtrëngimit të duarve mes kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, dhe atij të Serbisë, Aleksandar Vučić. Pavarësisht hezitimit, ky i fundit i ka zgjatur dorën homologut kosovar, duke shuar kështu çdo frikë për një incident në forumin ekonomik të Vienës, që u mbajt këtu në kryeqytetin shqiptar. Arsyen Vučić do i rrëfente pak minuta më vonë. Është mirë të shtrëngojmë duart. Është gjithmonë e mirë të përmirësojmë marrëdhëniet me njëri tjetrin. Mosmarrëveshjet tona dhe konfliktet tona do t'i shndrojmë në urat bashkëpunimit, urat zhvillimit të përbashkët, dhe po ashtu në synimet tona që gjithë bashku të gjendemi në familjen e shteteve të Bashkimit Evropian. Kjo është synimi jonë si Kosovë. Të mbledhur në forum, vendet e rajonit i kërkuan Bashkimit Evropian që t'i jap fund trajnimeve dhe të zgjidhqesen, duke dhënë para për realizimin e projekteve që do të afronin Ballkanin me Bashkimin Evropian. Infrastruktura dhe strategjia përbashkët e investimeve janë shtyllat mbi të cilat do të bashkëpunojmë. Na kërkohet të sfidojmë veten, por është koha që edhe Europa të sfidojë veten e të na shohë me tjetër sy. Të mos e lëmë të kthehet në armik të ëndrrës së përbashkët europiane. Integrimi shihet si një shans unik për të ardhmen. Bashkëpunimi për sfidat ekonomike dhe politike janë thelbësore. Në Serbi ka rënë pak mbështetja për Bashkimin Evropian, ndoshta edhe për shkak të kësaj lodhje që përmendi Edi. Duhet të qëndrojmë bashkë dhe të kërkojmë çfarë na duhet nga Bashkimi Evropian. Na duhen para, jemi të tengopur me seminare, por na duhen para për të vënë në jetë projektet. A mund na jepni para? Nëse nuk na jepni, na thoni se kemi paratë tona. Njerëzit tan nuk duan t'ia dinë çfarë. Ata duan rezultate konkrete. Është e qartë që janë disa çështje që janë të hapura dhe që i kemi mbartur nga e shkuara. Këto janë çështje që kërkojnë vëmendje nga Bashkimi Evropian. Ngjarjet në Kumanov, dialogu Serbi-Kosovë, por dhe situata në Bosnjë kërkojnë më shumë vëmendje. Duhet të jemi të qartë se mungesa e stabilitetit është krijuar nga shekuj dhe kjo ka sjellë mungesë të zhvillimit në rajon. Kryeministri i Maqedonas Nikola Gruevski u bë pjesë e forumit në një moment delikat për raportet mes Shqipërisë e Maqedonisë pas ngjarjeve në Kumanov, pas të cilave kryeministri Edi Rama i kujtoi autoriteteve atje mbështetjen që i duhet nga Shqipëria për të bërë antar të NATO-s. Andaj Gruevski tha: Një nga gjërat më të rëndësishme janë marrëdhëniet e fqinjësisë mirë dhe bashkëpunimi i mirë rajonal. Me projekte mesnesh në të gjitha fushat mund të ecim përpara dhe mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Bashkëpunimi rajonal mbledh të gjithë udhëheqësit dhe ata të jenë të përgjegjshëm në deklaratat dhe mesazhet që dërgojnë, sepse qytetarët i ndjekin dhe çdo mesazh i thënë jo në mënyrën e duhur nuk do të ishte i mirë dhe do të ishte i vështirë për të zgjidhur këto situata. Në 27 gusht në Vjenë, ku do të vijohet procesi i bashkëpunimit i nisur në Berlin, vendet e Ballkanit u zotuan se do të shkojnë me projekte konkrete, por në këmbim edhe nga BE presin ndihmë konkrete.